Përshëndetje, përshëndetje. Ja kështu. Përshëndetje. Përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi edhe këtë të mërkur së bashku në talk show me mua Tirona Lili. Hajde flasim, në fakt ne kemi titulluar këtë talk show-n tim dhe realisht sot do të flasim. Fillimisht njëherë dua t'ju uroj të gjithëve që të keni kaluar një ditë me energji shumë të mirë, më falni, sepse merri një kështu. Uroj që t'jeni kënaqur, uroj që ta keni shijuar këtë diellin me dhëmb, siç i themi ne, diellin e dhjetorit, dhe t'i presim me shumë dashuri festat e fundvitit, që festat e fundvitit na vinë edhe me një sër emisionesh shumë të bukura. Sonte në talk do t'jemi për një maraton kohe, le ta themi të gjatë, ku në pjesën e dytë do të kemi të ftuar një advokat i cili është tepër i suksesshëm. Në fakt në Shqipëri njihet për mënyrën se si ai flet, për mënyrën se si ai godet, dhe për mënyrën se si ai jep mendimin e tij të sinqert, të vërtet, sepse ashtu e ndjen. Dhe sonte do të na respektoj pikërisht pas pjesës së parë, pas publicitetit, do ta ndjekim çfarë do të thotë temat që do të flasim pak për Big Brother, do të flasim pak për këto gocat që ikin në Dubai dhe bëjnë lek, kthehen me lek me ton. Në fakt na shtojnë dhe kureshtin, themi o vlla ikim dhe ne në Dubai, të shohim çfarë bëhet atje, se këto kthehen milionere këtej, ëh. Ikim dhe ne se këtu mezi po nxjerrim buk, si thot Fjolla Morina Coftina. Dhe do flasim edhe për ngjarje të tjera që na trondisin ne si shoqëri. Por në pjesën e parë, ju e dëgjuat edhe këngën, besoj që u pëlqen kënga e talkut ton, kemi bërë një këngë shumë të bukur. Në pjesën e parë ne do të flasim për një sondazh të hapur nga Monitor TV. Monitor TV ka hapur një sondazh për të gjithë protagonistët që ne në fakt i kemi sjell pranë jush për vite të tëra. Që nga Romeo Veshaj, Luizeli, Gjesti, Egli, Tako, Chiara Tito, etj. Ju unë e di shumë bukur që ndaheni në fansat e tyre, do me thënë kemi ata që në fakt i preferojnë, i duan, i mbështesin, janë me ato gjithmonë, dhe ne kishim për detyrë të bënim një sondazh. Sondazhi ka qenë i hapur për një javë të tërë në kanalin ton dhe shqiptarët kanë patur fatin që të votojnë. Kanë votuar një numër mirë i konsiderueshëm, të cilët kanë vendosur se kë do të shpallin personazhin e vitit. Do me thënë kush ka qenë personazhi më i komentuar, kush ka qenë personazhi më i dashur dhe kush ka qenë personazhi më dinamik. Në sondazhin të cilin ne kemi hapur, kanë qenë të radhitur emra si Luis Eili, Gjesti, Egli Tako, Romeo Veshaj. Do me thënë ka qenë kjo katërshe që ne kemi përzgjedhur, pasi që ka qenë katërshja më e komentuar, ka qenë katërshja më dinamike dhe katërshja që në fakt e publiku ka sjellur më shumë kureshtje për lëvizjet e tyre. Unë njërë pikspari të katërt dua t'i përgëzoj, dua t'i falenderoj për emocionet, dua t'i falenderoj për këtë dashurin që po na japin në mënyra të ndryshme, do me thënë falemderit edhe për çdo momentin e tyre që e ndajnë në Instagram, sepse fansat këtë që duan të shohin për ditëshmërinë që ato kanë, dhe në ndarjen apo në votimet që u bën, ne gjithmonë kemi qenë transparent dhe të drejt për drejt me ju. Asnjëherë, do me thënë, nuk kemi sjell pranë jush një diçka që ne na ka pëlqyer dhe na ka konvenuar, por e kemi sjell gjën reale ashtu siç ka qenë. Publiku shqiptar pati të drejtën të voton dhe pati mundësinë. Dhe banori i cili, apo ta them si Arbana, banori apo protagonisti apo personazhi VIP i cili kryesoi në këtë sondazh që ne hapëm, personazhi i vitit ekskluzivisht nga kanali Monitor TV dhe nga portali Monitor MK në Facebook u shpall të jetë kush mendoni se është?
Të rim pak ta mendojmë, kush mendoni se është? Tani po shoh një lum komentesh. Kush mendoni se është personazhi i vitit? Mendoni që Gjesti, që Luizi, që Romeo apo Egli? Kë mendoni se kanë votuar më së shumti shqiptarët për të qenë personazhi i vitit? Është një rol shumë i rëndësishëm ti jesh personazhi i vitit, se për të qenë personazhi i vitit, domethënë ti ke dhënë shumë për publikun tënd aty ku të kanë përzgjedhur. Personazhi i vitit, hajt po ja u them, s'po ju lë kështu në ankthe. Personazhi i vitit është shpallur i dashuri Gjesti. Gjesti është shpallur personazhi i vitit të 2025. Në këtë zilen u açava kokën. Personazhi i vitit 2025 është shpallur Gjesti. Gjesti kryeson në listën e personazhit të vitit, duke ardhur së dyti Luizeli, më pas Egli Tako dhe së fundmi Romeo Veshaj. Normalisht Romeoja do t'ishte pak më anash në këtë radhitje, sepse Romeoja pikë së pari një herë nuk ka qenë shumë aktiv, do me thënë ai tani po rikthehet në skenë, mos aktiviteti e ka lënë që t'jetë anash. Luizi ka qenë tepër aktiv, por Gjesti me patjetër që ka qenë një mall i vërtet tek të gjithë shqiptarët, të cilët e dashuruan dhe në fakt e duar trokitën në pafund. Ne kemi patur të hapur edhe një mundësi tjetër që fansat të 4 personazheve mundeshin të shkruajnë komente dhe nga një letër. Për shembull, komentet të cilat kanë qenë për personazhin e vitit, që ne kishim hapur sondazhin në kanalin ton, ishin që Gjesti është fituesi i zemrave dhe jo vetëm i sondazhit. Ky është një koment shumë i bukur që besoj që edhe Gjesti kur e dëgjon krenohet me arritjen që ka bërë. Personazhi i vërtet, i sinqert dhe pa maska. Për shembull, ishte një koment tjetër që mua më tërhoqi vëmendjen që ta sjell për ju. Gjesti e meriton plotësisht, thot. Ka qenë konstant gjatë gjithë vitit. Realisht Gjesti pati, unë do të them që për Gjesti nuk ka qenë 2025 vit i bukur, ka qenë një vit me një nismë të mbar, me një mes të suksesshëm, nëse do ta ndanim me mesin e vitit, dhe me një fund tepër të thyer shpirtërisht. Më pas, shembull i karakterit të fortë dhe i qëndrueshmërisë është një koment tjetër, një figurë që nuk u shtir por ishte vetvetja. Ky është një koment tjetër. Më pas kemi publiku foli drejt. Edhe ky është një koment i bukur. Gjesti është zëri i njerëzve, i thjesht, korrekt dhe shumë njerëzor. Një koment tjetër. Një nga të paktët që ruajti dinjitetin në çdo situatë. Kjo është një tjetër koment në fakt për Gjestin. Fitore e pastër do t'jetë nëse fiton, e merituar dhe me zemër, do me thënë, kanë shkruajtur, Gjesti përfaqëson publikun e zakonshëm, prandaj do të votohet masivisht. Në fakt, to kanë qenë komentet që kanë ardhur para se të shpalleshte fituesi nga Monitor TV. Do me thënë, personazhi i vitit që është shumë i komentuar, që është folur shumë për të, që në fakt ka patur një kureshtje të madhe për lëvizjen, për ditëshmërinë dhe gjithçka që në fakt Gjesti ka bërë është Gjesti. Duke kryesuar shumë afër me vota, do me thënë, le ta themi janë me 4% më lartë Gjesti se Luizi. Luizi është në vendin e dytë. Kjo tregon që edhe pse Luizi ka përfunduar Big Brotherin pothuajse ka 2 vite, shqiptarët janë shumë entuziast për ta dashur, për ta mbështetur dhe për të kuptuar në fakt se çfarë po ndodh me përditshmërinë e tij. Dhe në anën tjetër Egli Tako, me patjetër që është tepër shumë e komentuar dhe që duan në fakt të marrin atë, le të themi, më të fundit të sajën, çfarë po ndodh me të, përditshmëria e saj etj. Dhe në anën tjetër kemi Romeon që publiku, domethënë fansat e tij, asnjëherë nuk heqin dorë. Të 4 personazhet kanë patur mundësinë fansat që të kenë bashkëbisedë me mua dhe në Instagramin tim un kam pranuar letra nga grupe fansash, kam pranuar letra nga miq të afërt të tyre, por për shembull, pasi që është i vlerësuar si fitues Gjesti
i merituar me votat sinqerta, fansat kanë shkruar një letër të cilën duan ta ndajnë unë me ju, do me thënë duan që ju ta dëgjoni se çfarë kanë thënë. Fansat edhe ndjekësit e rregull të programeve dhe sondazheve tona në këtë mes kanë shprehur falenderimin e tyre për transparencën time kundërdrejt të atyre. Unë në fakt gjithmonë kam dashur që t'jemi vërtet, gjithmonë kam dashur që t'jemi sinqert, nuk kam dashur që të bëj lojra fjalësh dhe në këtë mes mendoj që me sinqeritetin dhe vërtetësinë unë arrita të marr atë që në fakt dëshiroja ta marr. Tani, në këtë garë dinjitoze, ku morën pjesë figura shumë të njohura dhe të dashura për publikun si Gjesti, Egli, Luizi dhe Romeo, publiku foli qartë, me votë të lire dhe shumë masive, me krenari dhe shumë entuziazëm, shpallja e Gjestit si personazhi i vitit nga Monitor TV u prit me reagime shumë pozitive në këtë mes nga publiku, duke dëshmuar se vota e fansave ishte e merituar dhe ndershme. Do me thënë, fansat tonë këto, Gjesti ka fituar zemrat e publikut jo vetëm për atë që ka treguar në ekran, por për mënyrën se si ka përfaqësuar vlerat njerëzore, karakterin e fortë, sinqeritetin dhe qëndrueshmërinë e tij. Ky çmim është zëri i publikut dhe mirënjohja për një figurë që ka lënë gjurmë gjatë këtij viti. Ju falenderojmë që i jepni zë opinionit të qytetarëve dhe që promovoni vlera reale përmes sondazheve tuaja, me respekt edhe shumë mirënjohje. Në fakt, unë dua t'ju falenderoj me zemër ju, që gjithmonë jeni këtu pranë nesh. Unë u mundova që t'jap vlerësimin e sinqert, unë e mendoj dhe jam i bindur që Gjesti e meriton që t'jetë personazhi i vitit, sepse Gjesti pati një vit të tepër të ngarkuar. E para njëherë, do me thënë, dalja e tij në skenë nuk është se u prit me aq dashuri, dalja e tij në skenë nuk është se u prit me aq shumë entuziazëm, përkundrazi, do me thënë, kishte njerëz të cilët e urrejtën, e morën me inat, e morën me mlef, e morën me në kuptimin e një djali që nga hiçi u bë dikushi dhe ne nuk duheshte ta mbështesim, do me thënë, urrejtja tek artistët ekziston dhe xhelozia tek artistët ekziston, dhe pikërisht, do me thënë, unë mendoj që Gjesti e meritonte që të ishte personazhi i vitit, ku më pas, do me thënë, viti 2025 për të u mbyll me zemër të thyer. Çfarë nuk kupton personazhi i vitit? Personazhi i vitit nuk kupton që fansat që kanë votuar me kaq shumë dashuri duan që Gjesti të rikthehet sa më shpejt në skenën muzikore, sepse muzika e tij i mban të gjallë, muzika e tij i bën të lumtur dhe muzika e tij i bën që ato të jenë të krenar shpirtërisht me atë se çfarë Gjesti në fakt ka arritur deri më sot. Unë ju uroj gjitha të mirat Gjestit, uroj që 2026 ta kthej Gjestin fuqishëm, të këndoj për ëngjullin e tij mbrojtës lart në qiell, edhe t'i dhuroj vetëm emocione dhe dashuri vëllaut të vet përmes këngës. Ne tani do të mbyllim pjesën e parë të talkut ton, do të shkojmë me një pikë publicitare dhe do të rikthehemi në një intervistë ekskluzive drejt për drejt nga Tirana e bukur me advokatin e nderuar Zaçe Islamin, i cili do të flet për dinamikat më të mëdha që po kaplojnë në shoqërinë tonë. Takohemi menjëherë pas publicitetit.